Për herë të parë, turistët e huaj jo rezident që kërkojnë shërbime në qendrat shëndetësore verore, po paguajnë që prej datës 1 korrik, tarifat e unifikuara të cilat kujdesi parësor tashmë i ka të publikuara dhe të afishuara. Në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, drejtoresha operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, Jeta Deda, sqaron se cilat janë shërbimet e kostifikuara. Flasim këtu për vizitë me mjekun e përgjithshëm, për vizitë me mjekun specialist, për mikrokirurgji, për analizat të gjakut, të urinës, apo për mati glicemie. Flasim këtu për një EKG të kryer brenda qendrave shëndetësore. Mund të themi që një mesatare e çmimeve që janë të vendosura është 650 lekë të reja. Asnjë shërbim shëndetësor nuk paguhet në kesh. Qendrat shëndetësore verore janë të gjitha të pajisura me sistemin POS, duke lehtësuar aksesin e vizitorëve të huaj. Duhet përmendur që nuk ka arka në këto qendra shëndetësore verore, pra i gjithë pagesa kryhet online nëpërmjet kartave elektronike dhe shkon direkt në llogarinë bankare të qendrës shëndetësore më. Kostifikimi i shërbimeve shëndetësore do të shtrihet edhe në rrjetin spitalor, por tarifimi është ende në proces nga Ministria e Shëndetësisë. Sistemi spitalor ka të tjera kosto dhe të tjera shërbime të kostifikuara. Këto po ashtu janë në një proces miratimi nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, një pjesë e madhe e spitaleve, kryesisht universitare dhe spitalet rajonale kanë kryer këtë kostim shërbimi. Kjo qasje unifikon regjistrimin, trajtimin, tarifimin dhe dokumentimin e shërbimeve shëndetësore për të huajt, nga për llogaritjet, ato zë 25 deri në 30% të totalit të vizitave shëndetësore në këto qendra.